Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në konventën e Vlenit në Shkup, zëvendës kryeministri Arben Fetaj premtoi fillimin e një historie të re për shqiptarët, duke kujtuar fjalët e Arber Xhaferit se mjeshtria që formon ose deformon vetë dijen quhet propagandë. Fetaj tha se për 20 vite shqiptarët janë mbajtur peng i mashtrimeve të BDI-s që pazaret në tavolinë i shisnin si kauza kombëtare. Fetaj prezantoi kandidatët e Vlenit për kryetar komunash, duke theksuar se nga Tetova në Gostivar, nga Çajeri në Struk e deri në Likove Kumanov, ata do të jenë fytyra e shpresës dhe ndryshimit. Ku do që jetojnë shqiptarët në këtë vend, kandidatët e Vlenit do të jenë fytyra e shpresës tuaj. Përballë e kemi një koalicion mbetjesh politike, Taravari, Ahmeti dhe Stela. Ata janë më një lavatriçe e prishur. Një lavatriçe e prishur që rrotullohet, po arse nuk i pastron njollat e pislëkut që nuk hekën kur. Ata flasin për Europë, por bëjnë koalicione me partinë më anti-NATO, më anti-BE, më anti-Amerikë që ekziston, Levicën. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, pretendon se konventa promovuese e koalicionit Vlen e mbajtur në sallën Boris Trajkovski në Shkup e dëshmoi qartë realitetin politik, se qytetarët dhe mbështetësit e dikurshëm i kanë braktisur. Sipas opozitares shqiptare në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht propagandës së shfrenuar dhe presioneve të palishme të pushtetit, populli nuk u përgjigj thirrjes për të mbështetur një projekt që ka humbur çdo kredibilitet dhe është ndruar në mashtrim të madh. BDI listoi dhe disa nga premtimet e pambajtura sipas saj të shumicës në pushtet, si premtimi për 2500 punësime, 10.000 euro për çdo qytetar, Akademi të Shkencave Shqiptare, Bankë Shqiptare, ndryshime kushtetuese e respektim të marrëveshjes së orit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kërkon nga Presidenti i Republikës mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme dhe të pjesshme vendore. Përmes një shkrese ai dorëzoi kreut të shtetit informacionin për krijimin e 6 vakancave për kryetar bashkie. Shkresa vjen një ditë pasi kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ankimoi në gjykatën kushtetuese shkarkimin e tij me vendim të qeverisë, një akt që sipas nenin 115 të kushtetutës pezullon automatikisht vendimin e Këshillit të Ministrave për pasojë dhe organizimin e zgjedhjeve të parakohshme në kryeqytet. Pikërisht ky nen pengon kreun e shtetit Bajram Begaj që të dekretojë një datë zgjedhjesh për Tiranën. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike komentoi shkresën e qeverisë drejtuar presidentit për zgjedhjet e pjesshme vendore. Gazmend Bardhi tha se Begaj do të veprojë në interes të kryeministrit Edi Rama, por një gjë e tillë do të përbënte një shkelje të rëndë. Nëse më pyet se çfarë do bëj jo presidenti, por Bajram Bega i ulur në karrigen e institucionit të presidentit të Republikës, unë besoj që do të bëj atë që do të urdhroj Edi Rama. Ka treguar në të shkuarën e tij që nuk pyet as për kushtetut dhe as për ligj. Sipas tij, gjykata kushtetuese në të cilën Erion Veliaj ka depozituar ankimim, do të duhet që të nxjerrë njoftimin për pezullim të vendimit për shkarkimin e Veliajt për të shmangur ndonjë përplasje institucionale. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë Tedi Blushi kritikoi mazhorancën për bllokimin e mocionit për debat mbi genocidin serb në Kosovë. Sipas tij, kërkesat e opozitës janë hedhur poshtë nga qeveria e Shqipërisë duke akuzuar atë se po mbështet një agjendë anti-shqiptare. Blushi akuzoi kryeministrin se ka mbështetur ndarjen e Kosovës dhe se ka pasur qëndrime të pabesueshme teksa ka quajtur dhe veriun e Kosovës tokë të askujt. Sigurisht asnjë surprizë, thjesht një rikthim i Partisë Socialiste, një rikthim në vitin 41, ku kryetari i kuvendit gjasonte si pyda peristeri, ndërsa ata u lanë balla si pushan në gosha. Pra dëgjuam emisar jugoslav të një force politike, kryeministri i së cilës qartësisht ka mbështetur projektin e ndarjes së Kosovës. Është përfaqësues të një force politike, kryeministri i së cilës qartësisht dhe botërisht e ka deklaruar veriun e Kosovës si tokë të askujt. Ai gjithashtu theksoi se qeveria e Shqipërisë nuk ka bërë asnjë përpjekje serioze për të rritur njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.